është shumë e rëndësishme se cilët janë modelet që i ofrohen shoqërisë. Për shembull, ne nuk kemi një model të një personi luftar që del përballet me të keqen, kemi pasë, nuk kemi, në të paktën nga koha e komunizmit dhe në vazhdim. Dhe gjithë ato që kanë qenë në thojza pak trim, atë njerëz me kurajë në sistemin e komunizmit përfundonin keq, përfundonin në burg ose të pushkatuar. Qoftë edhe vetë ata që ishin pjesë e sistemit komunist, por që arrinin merrnin kurajën ta kundërshtonin sadopak. Duke qenë se ky fenomen, ky modeli që kundërshton dhe merr kurajën, gjithmonë vritet. Dikush thotë pse duhet ta ndjek këtë model se këto përpara me janë vrarë. Atëherë kush, çfarë modeli çarkullon treg? Modeli i servilit, duke u servilos dhe duke pritur që ky o të largohet, o të ndodh një zgjidhje, dhe në atë moment ata janë gatshëm për të zënë vende, se politika nuk pranon mbështetje. Pra, një pjesë e mirë e njerëzve aty që janë ka Berishës, domethënë në këtë model bëjnë pjesë. Është modeli pa fyer, një model që tash edhe një herë që vetëm të mira nuk mund të sjell politikës dhe këtij vendi, por është me shumicë ky model, nuk e çaj bën. Sepse këtë model pak a shumë e ngritin në nivelet më të larta si gjatë kohës komunizmit Ramizalia. Duke qenë një njeri që i rrinte gjithmonë në civilizëm familjes Hoxha, arriti të bëhej mik me familjen Hoxha, eliminoi gjithë ato që kishin një staturë që vinte nga rezistenca në luftën e dytë botërore, arriti pra të krijojë një modelin e një njeriu servil i cili në fund të tij ka sukses. Duke qenë që ka qenë edhe një natyrë, kuptohet që i ka kaluar gjitha ato etapat që nga A-ja deri te Z-ja, zoti Shoku Alia, si thoshit tani. Është bërë një indikator i fuqishëm dhe duke ndikuar shumë edhe në atë çfarë do ndodhte pas 90-s, duke sepse duhet pranojmë edhe pse në figurë negative ai ka qenë një strateg dhe ajo çfarë ka ndodhur në këto 35 vjet pas ndryshimit të sistemit, nga ana strategjike është projektuar nga ai në linjat e përgjithshme, ajo është detaj, por nga ana strategjike. Pastaj këta të tjerë janë aktorë dhe lojtarë që kanë luajtur në atë strategjinë ndërtuar nga ai dhe nga gjithë kupola e Partisë Punës në ato vite.